i gjithë populli në përgjithësi është i mirë, është i dashur. Po flas në aspektin më të veçantë, Drenisa dhe këtu banorët e Skënderajt janë njerëz shumë të mirë. Dua të them një gjë, pa dashur të shtoj më shumë apo të largoj diçka tjetër. Në çdo vend, përballë çdo qytetari, i kemi dyert hapur për bashkëpunim. Na presin mirë, në formën më të bukur të mundshme. Ende deri sot nuk ka pas as edhe një projekt, as edhe një nismë që kemi filluar dhe nuk është realizuar para kohe. Fal mbështetjes, respektit dhe dashurisë që kanë në këtë rast për rolin e imamit, por edhe ndaj fesë. Për këtë arsye, unë besoj fuqishëm se ne e kemi trashëguar dhe vazhdojmë të tregojmë edhe në këtë drejtim se të bashkuar, të ndërtuar mbi vlerën fetare dhe mbi atë adetare, kemi përqenë gjithmonë një shembull i mirë për të vazhduar aty ku duhet përqenë. Andaj i falenderoj dhe shfrytëzoj nga ky rast që t'i falenderoj të gjithë ata banorët e Skënderaj, të cilët na përkrahin, i hapin dyert përqenë sa më afër nesh dhe padyshim se kjo nuk është diçka që thuhet. Nuk është diçka që mund të përmbledhet me fjalë, është diçka që shihet, përjetohet dhe që ndjehet.